Është transmetuar nga Abdullah ibn Abbasi se ka thënë: kur vinte muaji Rexheb, i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i mblidhte muslimanët rreth tij dhe u mbante një fjalim. Falënderonte Allahun, përmendte profetët para tij dhe u dërgonte atyre bekime. Pastaj ai thoshte: o musliman, një muaj i madh ju ka mbuluar e hijezuar. Ai është i bekuar dhe është muaji i derdhjes, në të cilin Allahu derdh mëshirën e tij mbi ata që e adhurojnë, me përjashtim të një robi i dhujtar ose atij që shpik risi në Islam. Vërtet, në muajin Rexheb ka një natë, nata pra e xumas së parë të këtij muaji që quhet nata Regaib. Dhe kushdo që ja ndalon gjumin vetes në këtë natë dhe ngrihet gjatë saj, Allahu ja ndalon zjarrin trupit të tij. 70.000 engjëj ja shtrëngojnë atij dorën dhe kërkojnë falje për të, deri në një ditë të tillë në Rexhebin e ardhshëm. Nëse ai do të kthehet, pra do të adhurojë, do të kthehen edhe engjëjt. Pastaj profeti tha: kushdo që agjeron një ditë të Rexhebit do të jetë i sigurt nga tmerri më i madh dhe do të shpëtohet nga zjarri.